Enkeleda, kemi një problem me audion. Nuk e di nëse do kemi mundësi që të lidhemi për pak sekonda sërish, apo zëri, nuk dua absolutisht të mbas asnjë fjalë Enkeledës, por kemi mundësi që ta ndjekim Enkeledën vetëm pak sekonda më vonë. E ndjekim pak me pamjet e kësaj proteste dhe më pas kolegja ime Enkeleda Mema do të na jap një pasqyrë më të plotë të gjithçkaje që jemi duke ndjekur live. Kundër autoritarit të fundit të Europës, kundër Lukashenkos së Shqipërisë, Edi Rama. Ne mërzëndëri jemi për më shumë se një bujë këtu. Nuk kërkojmë as më shumë dhe as më pak, por fundin e tranzicionit dhe procese demokratike. Ndaj, tërgjeje dhe bindju zërit të këtyre protestuesve, se na ke zemruar nga Australia në Shtetet e Bashkuara dhe në çdo qytet të Shqipërisë. Ndaj tërheqje, tërheqje, tërheqje. Tërheqje, tërheqje, tërheqje. Hapi rrugën ajkës së Shqipërisë. Hapi rrugën më të mirës, më të pjesës më të mirë që ka kombi, që të krijojmë një qeveri teknike, që të mandatojmë, që të realizojmë procese demokratike, ato çfarë nuk i realizuam në vitin 1991, të realizojmë në 2026. Shqipëria e re, Shqipëria e re, Shqipëria e re. Shqipëria e re, Shqipëria e re. Unë duhet ju garantoj juve në emër të diasporës se Shqipëria është guri i shtrenjtë në zemrat tona dhe dëmi këtu me ju deri ta rrëzojmë. Da ju bëj thirrje, kjo protest është protesta më e bukur 36 viteve post-komunizëm, sepse këtu, ju të gjithë së bashku, jeni jo vetëm kundër Edi Ramës, po jeni kundër establishmentit që e mban peng zhvillimin kombëtar, zhvillimin atë. Ndaj, ju lutem qëndroni, rezistoni, të bashkuar, diaspora është me ju, të jetë me ju, deri në realizimin e proceseve demokratike. Ju falenderoj. Mirë, këto janë pamjet e drejt për drejta të cilat na vijnë nga kjo protestë ditën e saj të 36, mbrëmjen e djeshme, ditën dhe mbrëmjen e djeshme, sepse e kemi parë këtë protestë e cila ka nisur në fakt goxha herët dje për shkak të ardhjes të numrit të konsiderueshëm të emigrantëve shqiptar në vend. Dhe deri më sot shohim që ka ende një prezencë të shtuar të diasporës, edhe pse dita e djeshme në fakt ka qenë dita e cila ka patur dhe numrin më të lartë të tyre. Edhe fëmijët her pas here, shoqëruar me prindrit e tyre, kanë vendosur të japin, nëse mund ta quajmë kështu, kontributin e tyre në këtë protestë. Sapo kolegja ime Enkeleda Mema të gati, do doja që të kishim edhe një pasqyrë të plotë se çfarë ka ndodhur ditën e sotme, çfarë është duke ndodhur, dhe për të kuptuar nëse ka një zhvillim ndryshe të asaj çka kemi ndjekur përgjatë këtyre ditëve, duke qenë se dje kemi ndjekur një protestë e cila kishte paralajmëruar që do të shkonte deri në thirrjen lironi shokët tanë, dhe sot kemi ndjekur edhe lajmin që janë liruar ata persona të cilët kanë qenë në komisariat. Dhe kjo ka qenë dhe thirrja kryesore e protestuesve dhe përgjatë ditës së djeshme. Kolegja ime Enkeleda Mema është në një lidhje të drejtë për drejtë për të na informuar dhe për të na dhënë detajet e gjithçkaje që ka ndodhur dhe po ndodh ditën e sotme. Enkeleda Mema, fjala për ty. Protesta tashmë ka krijuar ritmin e saj, sot është në ditën e 36, qendresa vijojnë, në fakt ndryshe nga një ditë më parë, gruppismarrja në bulevardin dëshmorët të kombit ishte shumë herë më e madhe, kjo edhe për shkak të ardhjes së diasporës, sot ka një numër më të reduktuar të qytetarëve të cilët janë mbledhur në bulevardin dëshmorët të kombit me thirrjen Edi Rama jep dorëheqjen. Në fakt është edhe një pjesëmarrje e mirë kuptuar për faktin sepse është ditë e diel, është ditë pushimi, është moti i nxehtë, jemi në ditë
ditët e verës, edhe për shumë arsye të tjera që tashmë qytetarët kanë zgjedhur një ritëm ndryshe. Ka ditë të cilat mblidhen në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por ka edhe ditë të cilat merren me angazhimet e tyre. Sot protesta do t'i përqendrohet diasporës, pra të gjithë atyre shqiptarëve të cilët jetojnë jashtë vendit, do të kenë ata fjalën kryesore në foltore në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe do të ndiqet i njëjti ritëm. Pas përfundimit të fjalimeve, protesta do të vijojë me marshimin në rrugët e Tiranës. E reja e protestës së sotme është që ata të cilët u arrestuan ditën e njëjtës pas protestave, pas përplasjeve të dhunshme mes policisë dhe protestuesve, sot pasi kanë fituar lirin, një pjesë e tyre, pasi disa prej tyre janë në arrest në shtëpi, janë kthyer në bulevard për të mbajtur fjalën e tyre së bashku me të gjithë shqiptarët që i bashkohen prej 36 ditësh protestës me thirrjen kryesore Edi Rama jep dorëheqje. Enkeleda, të falenderoj shumë për informacionin, do kemi mundësi që her pas here të ndjekim dhe sekuenca nga kjo protest, duke të falenderuar dhe për punën, kur do herë që të kemi nevojë apo të ketë një informacion i cili duhet përcjell, më kërkoni fjalën. Duke falenderuar dhe kolegen Enkeleda Mema, do doja që t'ju prezantoj me të ftuarit me cilët do flasim fakt për një zhvillim tjetër po aq të rëndësishëm, teksa moment pas momenti do kemi të pasqyruar edhe çfarë është duke ndodhur sot. Kolegja ime tha që sot numri është më reduktuar, krahasimisht edhe çfarë kemi ndjekur dhe kemi transmetuar dje në fakt që prej orës 7 kur nisi zyrtarisht kjo protestë deri thuajse në përfundim të saj, ju prezantoj me të ftuarit se po ashtu përtej protestës pritet një samit shumë i rëndësishëm ku edhe Shqipëria do marrë pjesë dhe kemi edhe zhvillime të reja sa i përket dhe çështjes së buxhetit.